muar të tjerë, i bie që Organizata e Energjisë Atomike ka qasje dhe ka informacion se në çfarë shkallë domethënë shteti që synon të bëjë këto ka arritur. Pra është një teknologji të cilën askush nuk mund ta mbajë të fshehur nga Organizatat e Energjisë Atomike, prandaj unë mendoj që këto të dyja janë më të rrezikshme, më të problemi kryesor, do të thonë nafta e cila kalon aty dhe konkurenca me raketa me Izraelin, po jo karshillëku ndaj SBA-s ose fuqia e Iranit për të sfiduar SBA-n. Ata duan, domethënë në kërkesat që i janë vënë Iranit, ata duan që të ndalohet edhe programi i raketave. Program në të cilin iranianët nuk duan të heqin dorë dhe unë mendoj që është baza kryesore kur pas 2 ditësh mund të kemi një sulm nga amerikano-izraelitët ndaj Iranit, sepse kushti për të hequr dorë nga prodhimi i mëtejshëm i raketave është një kusht i cili e prek sigurinë kombëtare të Iranit dhe është i papranueshëm për Iranin dhe është një nga kushtet që do të përdoret si pretekst për të dhënë goditjet e para, të cilat mendoj që mund të jenë pas 2 ditësh. Korab, nga ana tjetër, mendon se do të vepronte Izraeli në mënyrë të pavarur ushtarakisht edhe nëse SBA-ja do të kufizohej në një operacion të kontrolluar? Izraeli nuk mund të bëjë asgjë me asnjëra nga shtetet aty pa ndihmën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Dhe e përsëris jo pa ndihmën e SBA-ve, por pa ndihmën e pakushyer të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Kjo ndihmë është dhënë atyre që nga themelimi i shtetit dhe deri në momentin e fundit. Është ndihmuar në luftën 6 ditore, është ndihmuar në luftën e Yom Kipurit, është ndihmuar me teknologji në secilin rast dhe tani domethënë Izraeli posedon avionet e fundit F-35 që janë fjala e fundit e teknologjisë amerikane. Pa dashur ta nënçmojmë ose ta minimizojmë edhe teknologjinë izraelite dhe përpjekjet e tyre, zbulimet e tyre që i kanë bërë, por e gjitha kjo për mendimin tim është ndihmëes tipike tepër e madhe e fuqishme dhe e pakushtyre e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Një përballje Iran-Izrael pa SBA-n, unë mendoj që do të ishte çështje ditësh që Irani do të triumfonte me një triumf të plotë, qoftë në tokë, qoftë në det, qoftë edhe duke e kaluar shtetet siç janë tashmë Siria ose të tjera për të ardhur edhe me trupa në Izrael. Pra është një përballje të cilin Izraeli nuk mund ta bëjë i vetmuar. Për këtë arsye politika 30 vjeçare e Netanyahut ka qenë kjo që gjithmonë të përfshin edhe SBA-n. E them politika e Netanyahut sepse ka shkrime qysh në vitin 86-7 ka shkrime në gazetat e kohës në vitin 1990 e tutje dhe gjithmonë ka projektuar Iranin si një problem për sigurinë dhe për ekzistencën e Izraelit dhe ka tentuar të ndërtojë një aleancë me SBA-n për ta goditur atë. Dhe ja ka arritur rezultati tashmë në fund. Pra, se i duhej SBA-ja nëse ishte në gjendje të bënte këtë gjë vetëm, kjo është pyetja që tregon më tepër pa aftësinë, pa fuqinë e tij përballë Izraelit sesa edhe fuqinë e tij. Mirë, Kora, për të mbyllur, ndërkaq shpytja e fundit, nëse do të nisë një përplasje, cili do të ishte sipas jush skenari më i mundshëm ndoshta i daljes diplomatike për të shmangur një luftë të gjatë? Unë mendoj që kur flasin armët, diplomatët dhe të tjerë të heshtin, është koha kur flasin të tjerë, domethënë çka nuk e kanë arritur në tavelinat e negociatave, dhe pastaj dalja nga kjo varet nga epilogu që kanë treguar armët. Në qoftë se iranianët janë në gjendje, domethënë, të mbajnë një front më tepër se 2 javë, domethënë më tepër se 15 ditë, në modelin që e mbajtën atë në luftën 12 ditore, unë mendoj që mund të ketë një tërheqje me të 3 shtetet fitimtare, secili do ta shpall atë fitoren e tij dhe pastaj do të ulën përsëri. Por në qoftë se iranianët nuk tregojnë një qëndrueshmëri
të paktën në dy javë të para, atëherë unë mendoj që agresiviteti perëndimor do të shtohet dhe atje do të synohet me të vërtetë, domethënë, në ndërrimi i regjimit, do të synohen centralet atomike, do të synohet pasuria e iranianëve, sigurisht ngushtica e Hormuzit dhe kalimi i tyre në bllokun perëndimor. Domethënë, kjo është ndoshta objektivi më i madh që mund të kihet, por e gjitha varet nga qëndrueshmëria dhe nga forcat që mund të tregojnë iranianët. Nuk duhet të harrojmë historinë, Irani është janë trashëgimtar, ky këmbë është janë trashëgimtar të persianëve të vjetër, një popull me mendësi perandorake, kanë pasur një perandori jashtëzakonisht të gjatë dhe janë shfaqur kohë pas kohe si këmbë i rindërtuar pavarësisht katastrofave të cilat ju kanë ndodhur. Unë mendoj që ata janë kombi më luftarak që janë në lindjen e mesme, por fuqia e madhe e SHBA-ve është një fuqi e cila nuk ka të krahasuar Irani, domethënë me potencialin ushtarak të SHBA-ve, dhe kjo mund të jetë, domethënë, në qoftë se SHBA-ja angazhohet drejt për drejt me një fuqi konvencionale, domethënë unë mendoj që do të jetë një triumf i lehtë për SHBA-n. E qartë. Mirë, Kurap, kemi arritur në fund. Falenderoj shumë për gjitha informacionet që ndave sot me mua. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme. Bashkë do të shihemi sërish nesër me të tjera tema. Deri atëherë, mirupafshim.